Për projektet e rëndësishme infrastrukturore të cilat janë ndërtuar vitet e fundit nuk ka asnjë përkujdesje. Pushteti lokal dhe ai qendror mjaftojnë me ndërtimin e këtyre projekteve dhe më pas askush nuk kontribuon për ruajtjen dhe mbrojtjen e tyre. Ata të cilët i frekuentojnë këto projekte janë ndërtohet edhe parku i shtëpisë së Pavarësisë, thonë se duhet bërë më tepër që këto projekte të mbrohen nga dëmtimet. Sipas qytetarëve, projekti tek Muzeu i Pavarësisë ka rënë pre dëmtimeve të shumta, si mungesë e kulturës qytetare. Nëse vijohet me këto ritme, qytetarët thonë se ai rrezikon të dalë jashtë funksionit, ndaj duhet bërë më tepër që të tilla vepra të rëndësishme t'i trashëgojmë në breza. Po këtu njëherë për njëherë mirë duket, po të shfrytëzohet. Të shfrytëzohet. Pse nuk shfrytëzohet? Po ja gjithkohë sa i moli aty ka qenë bosh. Tash i mbe armë duket duke bërë një përplasje ata që i kanë lejuar të futen atje. Po ja privati kështu e ka. Ata kanë para privat, që i marrin. Çfarë mungon? Tash këtu se më vaj të drejtën nuk mëgojnë gjitha, nuk mëgojnë një. Po nuk u shërbet. Çfarë duhet bërë? Ato punë di bashkia. Investime, ja, ujë, s'ka të dhe që ujë atyre gjëra. Andaj më ta, këto gjitha janë tharë janë bërë. Ata vetëm pastorin punon që në një që del kamera i shikon që punon bashkia, punon në pastrimi gjitha, andaj po këte, ja, për i vetë janë. Qatë tem, ne kemi vajtë vëndet tjera, jashtë shtetit kemi parë bukuria të ralla. Kjo është për rinë për brezin e ri. Përndaj ato gjëra. Shikoj, ja tha gjitha ndaj. Leqë atë, ajo dhe ma ta niku me €1, atë e mori Sajmir Mani, e dira unë qa bëjnë ata, merë veshe punë qa bëjnë ta. E kështu kjo punë, ja tha dhe gjitha ato. Kështu këtë vënd e mori lumin, s'merë veshe ja punë. Po, momenti kur ndërtohen, njerëzit janë të gëzuare, janë entusiaste. Megjithatë, kujdesi për të ruajtur të mirën e të bukurën mungon në përgjithësi. Po, normale se Bashkia e Vlorës, ajo është përgjegjësia kryesore për këto. Se nuk do vi qeverisja qendrore të përgjigjet për gjitha rrethet. Këtu është qeverisja vendore, ajo është kryesoria për to, edhe për mirëmbajtjen, edhe për trajtimin, po edhe për mbledhjen e detyrimeve që kanë. Veçanërisht qytetari vetë ndërgjegjësohet gjithnjë që nga fëmijët në shkollë, që nga familja që është baza. Parku i shtëpisë së Pavarësisë u inaugurua 4 vite më parë, por megjithëse është një projekt mjaft i ri, dëmtimet në të janë të shumta. Këndalore është të dëmtuara, pemë që po rrezikojnë të bien, bimësi pa sistem, vaditje dhe ky është imazhi që ky vend të ofron sot.